Të nderuar teleshikues mirëmbrëma. Të gjithë popullata jonë në vendin ku jetojmë priste me ankth të madh të fliste Amerika për zgjedhjet. Erdhi momenti që Amerika foli diçka nëpërmjet ambasadës këtu. Po çfarë tha? 2 fjali tha. Ja le t'i ndjekim. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Kaq tha Amerika. Pra, ky ishte mesazhi amerikan. Por ndërkohë menjëherë filluan interpretime të ndryshme të këtij mesazhi me 2 fjali. Madje një politikan i njohur i opozitës, Edi Paloka, e futi këtë mesazh edhe në inteligjencën artificiale. Ja kaloi asaj që të dëgjonte, i bëri pyetjet ai sigurisht, duke futur dhe emrin e Edi Ramës aty të gjithë dhe inteligjenca siç t'ia bësh ta kthen dhe përgjigjen, siç t'ia bësh pyetjen. Dhe pra, përveç bisedimeve me njëri tjetrin, siç jemi ne si popull që vetëm diskutojmë, flasim me të gjithë, u thirr në ndihmë deri edhe inteligjenca artificiale. Për të marrë shpjegime thella sigurisht. Të shumt ishin ata që e krahasuan këtë mesazh të ambasadës me mesazhin e vitit 2021, mesazhin e 4 vjetëve më parë, të zgjedhjeve të 4 vjetëve më parë. Ja, le ta ndjekim mesazhin e vitit 2021. Ne urojmë kryeministrin Edi Rama si dhe Partinë Socialiste për fitore në zgjedhje. Gjithashtu urojmë kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha që udhëhoqi një fushatë të fortë, duke i dhënë zë shumë qytetarëve si dhe duke dhënë shpresë. Më me rëndësi urojmë qytetarët shqiptarë që folën qartë. Duke njohur rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, liderat duhet të veprojnë me përgjegjësi për të mirën e shqiptarëve. Presim të punojmë me Shqipërinë për të forcuar më tej bashkëpunimin për demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Ne konstatojmë raportin paraprak të OSBE Odihr dhe presim raportin final që duhet të përdoret për të përmirësuar më tej zgjedhjet në Shqipëri. Ne përsërisim që zbatimi i ligjit dhe gjyqësori duhet të ndjekin penalisht cilindoj që shkel ligjin dhe pengon të drejtën e qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe. Por të nderuar teleshikues, ka dhe një interpretim tjetër, që është interpretim unik dhe që e bën vetëm një njeri. Ai është, ju të gjithë e dini në momentin që unë i thash këto fjalë, ju të gjithë e dini që ky është Sali Berisha. Ai bën interpretimin që thotë ky është, s'ka tjetër, kjo është e vërteta. Ja le ta ndjekim. Uror shqiptar. Ka që e kuptoj unë, aty urojnë shqiptar. Por nuk pretendohet as për farsë elektorale, urojnë shqiptar, nuk mohohet as nuk pohohet farsa. Sigurisht, prit këtu ka një gjë. Po e peti, po pëse se përshëndetje Edi Rama Turim? Më thuj pak e. Jo më thuj, si nuk e përshëndeti? Ai që po e prishte, prit. Ai po e prishte si diçka hynora Urim. Pse nuk e përshëndeti? Pra, faktikisht është asgjësimi Edi Ramës. Pra, faktikisht e doktori, kjo deklarat ishte azisimi i deklarata 2 rreshtë e Amerikës, ishte azisimi i Edi Ramës. Tani nderuar teleshikues dhe ne që të jemi mbledhur sot këtu, nuk mund të bëjmë dallim, do të diskutojmë dhe ne për këtë problem. Çfarë do themi tani ju? Betë ta shtrojmë tani si probleme të gjitha dhe përpiqemi të themi dhe ne dhe ju të na dëgjoni, se keni fuqi për të na dëgjuar gjithmonë. Për të diskutuar për këtë çështje, unë kam ftuar në këtë pjesë, në pjesën e parë, zotin Pres Zogaj, faleminderit, kemi dhe një mundësi të mirë në këtë rast, sepse zoti Pres Zogaj flet vazhdimisht për Amerikën dhe për tej Atlantikut. Sot mendon që ajo është, pas zotit, Shtetet e Bashkuara janë në botën që jetojmë. Tani, në këtë kohë, në këto 35 vjetë, se më përpara kishim Bashkimin Sovjetik. Që e kishim të vrisnin për Bashkimin Sovjetik, popullata jonë. Tani, jeshtë mentor Nazarko,
faleminderit shumë, faleminderit zoti Andi Tela dhe faleminderit zoti Andi Bushati. Tani, pyetja e parë që unë kam për secilin nga ju, ç'na na tregon ky mesazh e ambasadës Amerikës? Si ta kuptojmë ndryshimin nga mesazhi i vitit 2021, që ose ka një ndryshim, a është një urim standard apo ka një nën tekst, si thuhet shpesh tani, që edhe inteligjenca artificiale vështirë kishte, që duhet interpretuar. Sali Berisha thotë se kjo deklaratë është azgjësimi i Edi Ramës, që dëgjuat. Si ta fillojmë? Doni në njëri me iniciativë që flasi pari? Presh me që ti Amerikën e vën mbi të gjitha fillohet ti? Shiko, se Amerikën unë e shoh si një superfuqi e demokracisë, që ka të bëjë me demokracinë edhe në Shqipëri, pra reflekton, është garantja e sigurisë së Shqipërisë. Po jo gjithmonë, no? Jo, po është, në këtë sens e shohën Amerikën, e kanë parë dhe parët tanë, gjithmonë, edhe tujt. Andej kanë parë, gjithmonë. Po them jo. Po për shembull, sot ka ardhur njëri shumë i ngjashëm me, e them shpesh unë, për të mos e vulgarizuar, por e them shpesh i ngjashëm me Irfanin tonë që kemi këtu, me Irfanin Sembelliun. Po vetëm estetikisht ama. Edhe mëndërisht të Bushati. Amerikën shohim timin e gjerë të fjalës, si një vend. Pastaj atje pushtetet ndrohen, ka raste që vjen një parti, një president, një mazhorancë, senatit dhe kongresit. Tani jemi tek qeverisja Trumpit dhe jemi tek kjo qëndrimi ndaj zgjedhjeve që është publikuar kësaj jave. Qëndrim shumë i shkurtër, konciz, duket se është shtrydhur ylli si deklarat. Pra është parë me grup pune dhe është hequr çdo gjë, më është parë disa herë dhe ka ngelur kjo që ka ngelur. Ndallim me deklaratën e para 4 vjetëve, këtu janë hequr emrat, për shumë që se e thatë ju para 4 vjetëve, uroj Edi Rama, uroj edhe Lulzim Basha, uroj edhe populli shqiptar, ishin të tre. Janë hequr emër dhe urohet vetëm populli shqiptar. E ka pas dhe ajo para këtë urimi. E kishte pjesë po, uronte edhe Edi Ramën dhe Luli Bashën. Po, edhe të dy bashkë. Pas të e fliste pak edhe për prioritetet e Shtetit Bashkuar në atë kohë për luftën kundër korrupsionit dhe vendosjes ligjit, këto ngelin dhe tani, sepse kur thot deklaratat tanishme që do vazhdojmë njëjtën politik, pak a shumë ngelin kjo politika që ka të bëjë me sundimin e ligjit në Shqipëri. Tani sa i takon debatit këtu, unë mendoj se kjo është një deklarat e cila është, si me thënë, win-win, po them kështu, me thënë, po dur me e pa kështu. Mund të shohin dhe kështu. Është një deklaratë e cila ka, si pas opinionit tim, ka dal nga ballafaqimi i 2 grupeve, që aktualisht janë në SBA dhe që kanë lidhje me Shqipërinë. Dy grupet tjenë, marë që 2 grupet me ne thua... Po, se ata kanë prodhuar, për mendimin tim. Se me ndër në një fshat i vogël jemi? Jemi, po disa njerëz kanë interesa këtu, se kena 2 grupe. Një është grupi Sazanit, po që unë. Grupi Sazanit, po, dhe për shumë akoma, se është më poshtë. Ajo pjesa është më e madhe, ajo. E Zvërnetit. Zvërnetit është. Një është grupi... Grup Sazan Zvërnet? Një është grupi i 6 milion... 6 milion euro. Dollarëve tani, që është grupi i lobingut. Të 2 kanë peshë, njëri grup ka peshë në familjen e Trumpit. Se po e flasim tamam, se për të mos... Më bukur se që fute, mi po këto 6 miliona mund të mundin në suaj... 1,4 miliard. Njëri grup është në familje, tjetëri grup është në kryesisht në pjesën e administratës. Ne kemi kuptuar që lobimi 6 milion dollar, do të thënë, bëhet nga një kompani ku është vajza e shefes e personelit të presidentit Trump, e Suzanës. Pra vajza është pjesë e lobingut që mendohet se ajo do ndikojë përmes nënës. Është Truilo që është shefi i fushatës elektorale të senatorit Rubio, kur ishte senator, i cili nuk ka influencë në departamentin e shtetit. Janë të 2 këta, e të tjerë. Pra, ky grupi i 6 milionshit, i lobingut, është në paka shumë në administratë. Mendoj unë se, dhe thënë, skaje, këto 2 skaje, dhe intereset e tyre kanë prodhuar këte deklaratë, se është e çuditshme në fakt kjo deklaratë, se Amerika presupozohet që Shqipërinë e shef me një lloj, me një sy, domethënë më të afër se sa shumë shtete tjera të rajonit.
Dhe kanë prodhuar një deklaratë e cila uron popullin shqiptar dhe është korrekte këtu apo jo. Urimi, tashi, unë nuk e dija ka priti Edi Rama që ta urojnë me emër. Ma merë mene se nuk ka prit, po të kishtë ndodhë, në i qudis do kishtë qenë. A i do të kështë vënë emrin, edhe unë kështu mendoj. Në qoftë se a i do të mendon të fort të punë emrit, unë jam i bindu i do të kështë vendosur. Po nuk... Se në fillim, se në fund nuk e di, po do të kështë vendosur... Deklarata e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto zgjedhje ka ngritur pritshmëri të mëdha për një arsye të vetme, që është SBA-ja do i njohë këto zgjedhje, as do i njohë këto zgjedhje. Kjo është pyetja. Pastaj, Jo, po do flasim pak më vonë. a jepet kjo përgjigje me një fjalë? Do me thënë, okej. Por e fundit që kam. Do së shefon që ti do vazhdojmë? Do vazhdojmë. Do vazhdojmë dhe më pas. Se mund të them diçka. Po? Jo, kur ta kur mbaroj deklarata... Sikur të thoshte edhe Bushati, diçka dhe pastaj ti që... Do themi më vonë se kush përfiton nga kjo. Po. Dakor, unë mendoj që pra është një deklaratë e ekuilibruar që ka dalë nga ky kontekst që përmenda, dy grupimeve atje që lidhen me Shqipërinë, dhe si thosh kanë interese në Shqipëri, vetë ata që janë jashtë interesave konkrete, qoftë Sazanit, qoftë lobimit 6 milion, janë korrekt me këtë, dhe më thënë, nuk ndjehen të cënuar, as pjesa tjetër, e deep state-it, po them, urohet populli shqiptar, njifën zgjedhjet, kaq, dhe më thënë, në rregull, s'ka një gjë më shumë. Bushat, ç'më mendim ke ti tani për këtë? Më thënë, unë jam dakord me pjesë të asaj që i bëri Preçi shpjegimit, burimit nga kemi ardhur të kjo deklaratë. Por gjë e parë që unë doja të theksoja, pra është një këndvështrim nga një këndvështrim tjetër. Ka pasur gjatë gjithë javës një debat në Shqipëri, po të shikoje gjithë mediat e Ramës, thoshin përfundimisht Amerika njohu zgjedhjet, zgjedhjet u certifikuan dhe nga administrata e re Trump. Nga ana tjetër, Berisha dhe berishistët çfarë thoshin? Thoshin, ja, vjeu zgjedhjet Ramës, i prishi zgjedhjet Ramës, Rama as nuk përmendet deklaratë. E vërteta në fakt është në mes të këtyre dy qëndrimeve. Nuk i shkon asnjërit as tjetër. Pse është në mes? Nga njëra anë, derisa ambasada uron popullin shqiptar për zgjedhjen, një ambasad nuk mund të uroj një popull për zgjedhje që këtij populli ja kanë vjedhur. Pra, në tekstin e deklaratës nuk presupozon në asnjë moment që këto zgjedhje janë të vjedhura siç thot opozita. Dhe kjo është një lloj goditje për interpretimin që i bën opozita. Nga ana tjetër, ju sollët deklaratën e 2021, që është një administratë tjetër, administratës aleate me Ramën. Por unë krahasimin e bëra ndryshe. U futa të kërkoj dhe thash, ore, përveç nesh, kush ka pasur zgjedhje këto kohë? Dhe një javë mbas nesh kishte zgjedhjet presidenciale Rumania. Zgjedhje presidenciale rumune, që në konferencën e Munihut, zëvendëspresidenti amerikan i goditi si zgjedhje ku elitat janë të paafta të dëgjojnë popujt e tyre, me atë që i bëri gjykata kushtetuese. Pra, qëndrimi amerikan ishte kundër zgjedhjeve rumune. E megjithatë, po të lexosh deklaratën amerikane në Bukuresht, uron me emër presidentin e zgjedhur Nikusor Dan, si e kishte ai europeisti, antitrampisti etj. Pra, sepse aty kishte një specifik Bushat. Njeriu që humbi ishte një prorus i tërbuar. Jo, prit. Njeriu që humbi ishte aleati trampistëve, ka bërë fushat si Saliu këtu me Maga, me Maga, dhe pikrisht se paraardhësi i tij u përjashtua nga gara, Amerika i goditi zgjedhjet Amerikës. Por ajo që duhet të them është dhe një njeri që ja goditi zgjedhjet kur u zgjodh tjetri e uroj me emër. Emri Edi Ramës tu mungon. Kështu që çfarë na tregon kjo? Na tregon që minimumi, në qoftë se nuk janë pro opozitës, nuk janë hapur as ndaj Edi Ramës. Duket që zgjedhjet nuk i kanë dënuar,
si që pretendon PD-ja, por duket që Edi Ramës as nuk duan t'i japin as minimumit e në një bonusi për zgjedhjet që janë zhvilluar në këtë vend. Dhe nga një anë, unë me qëndrimet e mia dhe këtu jam kundër Preshit, shqyr që e kemi këtë heshtje amerikanë. To do jenë zgjedhjet e para, zgjedhje pa amerikanë kemi zhvilluar në Shqipëri. Dhe ky nuk është një lajm i mirë. Nuk është një lajm i keq, por mua është një lajm i mirë. Që ka folë kështu se kanë folur, nuk kanë. Jo, Bushati po thotë kanë folur për mos folur në fakt. Preç, Bushati po thotë një gjë tjetër që unë e kam pyetjen poshtë. Da, dakord, e lash. Sepse nuk drejt për drejt ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë vëlla në çdo zyrë, në çdo vend, në çdo bufe ku haj. I mblidhte ata do bëni marrëveshje kodi fjedhor do skuptojmë edhe ai se ambasadori sovjetik nuk ka qenë aq. Po s'do populli shqiptar ta bëj punën e vet, mos e bëj o zotri po. Nëse, Nazarko, është i vetmi lajm i mirë këtyre zgjedhjeve do mbrim te kjo pikë, do mbrim. Dakor. Nëse do ngeleshim vetëm tek analiza e deklaratës, atëherë jo, këtu jemi pyetje e parë, pastaj do zbresim. Po, atëherë sfida jote për 4 burra mund të interpretohet ta zëm që a mundet që me një fije leshi të bëjmë një triko apo jo. Unë mendoj që është vështirë që ta bëjmë. Sigurisht. Së dyti, nëse do ngelet ajo metafore e Preçit shkëlqen tek metaforat që është ekspresi bluar mirë dhe ka ngelur vetëm, janë hequr emrat, ka ngelur vetëm ajo. Prap i bie që ne të shtihem fallë, domethënë bëjmë filxhan kafe, por kafe ka qenë e hollë, kur ata fallxhorët kërkojnë që kur ata që pinë kafe, duhet pinë kafe trash, që të ngelen gjurmë të mira. Kështu që për ta kuptuar qëndrimin amerikan, mendoj, duke dalë nga shakaja, duhet të shkojmë edhe në 2 qëndrime të tjera. Pra, 2 qëndrime shtesë, komplementare, që e plotësojnë qëndrimin amerikan. Po i referojmë më të fundit, nëse nuk do ta injorojmë ta zëmë qëndrimin e Jared Kushnerit në takimin e fundit në pranit të këtë konferencën për investime. Po, edhe ai paguar për punësh, i paguar domethënë pikërisht, në funksion. Po, por ai është njeriu i cili ndërmjetësoi firmosjen e mbi 1.000 miliard dollarëve të Trumpit me këto vendet e Gjirit Persik, me Arabinë Saudite, me Emiratet, me Katarin. Por po e shmanga atë se nuk ka lidhje ndoshta me filxhanin tonë. Po i referohem deklaratës së fundit përgjigjëstruese të Richard Grenellit për zotin Lela për portalin Politico, në cilin ai zgjolli qëllimisht që të përgjigjëstronte Lelën që dihet që është zëdhënës i Dodit Berisha, në lidhje me një lajm që kishte burim hashtagun dhe që referoi takimit munguar të Ramës me administratën apo me ekipin e Trumpit dhe fjalia që përdori në fund është kjo. Edhe do ta them që pse kam zgjedhur Grenellit. E kuptoj që je vetëm disa ditë larg zgjedhje të rëndësishme. E kuptoj që emocionet janë të larta. Kam ndjekur zgjedhjet tuaja në heshtje nga distanca, sepse Shqipëria është një aleat e rëndësishme dhe besuar e NATO-s për Amerikën. Dhe një nga vendet më të preferuar për të vizituar dhe pushuar. Me këtë duhet të them që nëse ti bashkojmë këtë deklaratë shkurtër dhe me këtë deklaratën tjetër, atëherë kuptohet qëndrimi amerikan, i cili është që po, ne jemi për Shqipërinë pavarësisht se kush fiton, pra është shtuar sigurisht doza e neutralitetit në raport me deklarimin e 2021-shit. Kjo është e qartë. Për këtë biem dakord gjithë. Por që Shqipëria pra vazhdon të ngelet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleat dhe partnerë rëndësishëm. Kush e di, kush është informuar për këto zërat jo thjesht tashateme, Grenelli është parashikuar madje që të pushojë, vinte bashkë me Jared Kushner këtë konferencën e investime që kishin organizuar një kompani saudite, por duket e ka shtyr ardhin. Dhe pra kuadri mendoj bëhet i plot që ta shtihen fallin tamam, dhe ka një tjetër deklaratë të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit, Christopher Landau, në asamblen parlamentarët NATO, cilën sot e ka shpërndar. I cili vërteton këto që ne do të pyesim më poshtë. Po, kështu që nëse do t'i lexosh ti ato dhe jo, do të futim në një moment caktuar, sepse ka kontekst për pyetjet që kam unë më pas. Pra në gjykimin tim, po, pse zgjodha Grenellit? Grenelli sot, në mungesë të një politike zyrtare të shprehur amerikane për Ballkanin,
është njeriu më i rëndësishëm brenda kësaj administrate, niveli më i lartë i saj, madje më i lartë se ç'duhet për Ballkanin, i cili është shërben si referim për ne. Ë? Nëse ai tani në Kosovë, domethënë Kosovë po flas për Kosovën politike ose për Kosovën e vendosjes, ata mendojnë që ai drejton vetëm këtë qendër kulturore Kennedy, që organizon shfaqje. Kjo është banale. Kjo është banale. Postimin që bëri Grenell e shpërndau djali i presidentit Trump. Donald Trump Jr. Pra, ta nënvlerësosh nuk është mirë një njeri që është kaq i afërt. Më qartë. Është e vërteta që thotë Preçi që brenda një presidencë kaq fuqishme si ajo e Trumpit ka disa rryma. Mundet që kjo të mos jetë rrymë dominante. Mundet që kjo rrymë të jetë në përplasje me rrymë tjetër, që është e udhëhequr nga shefi i kabinetit. Por ama që kjo është një rrymë e rëndësishme, e përfaqësuar nga Grenell dhe djali i presidentit Trump, kjo është pak, por është e vërtetë. Në deklaratë, Ne na bën përshtypje e gjitha kjo, sepse deklarata është mjaft e shkurtër, vetëm 2 fjali, dhe është dhënë 15-16 ditë mbas zgjedhjeve. Nëse ne kthehemi në të kaluarën, duke nisur që nga zgjedhjet e 2013-s, ne kemi deklaratat e ambasadës amerikane 1 ditë mbas zgjedhjeve, 2 ditë mbas zgjedhjeve. Por ambasada e Shtetit Bashkuara ka qenë në 2017 pjesë e qeverisjes tonë në këto vite që flisni. Në 2021-shin 3 ditë pas përfundimit votimeve dhe kur ishte numërimi në proces, nëse do të marrim deklaratat që nga 2013, 2017, 2021, nuk mungon kur shpreha përgëzojmë popullin shqiptar për votimet, për zgjedhjet, dhe të vazhdoj bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe SBA-s. Në fakt kjo është tela që të jesh dhe ti aty dhe të tjerë, se unë nuk e kuptoj mirë kjo. Populli shqiptar çfarë urojnë këta në këtë rast? Përgëzojnë, pra, që bëri këtë procesin demokratik sipas normave që fundit e kanë uruar. Por, pra të duket, sikur të duket, nga formati i deklaratave që nga 2013 po marrë deri më sot, është heqë çdo gjë tjetër, është retushuar çdo gjë tjetër dhe ka ngelur vetëm këto 2 fjalit. Dakor? Tashti, ka ngelur këto 2 fjalit, sepse si çot Preçi, atje janë mbledh disa njerëz, janë përballë me njëri tjetrin, kush heqë një fjali, kush heqë një fjali tjetër, apo SBA për herë të parë ka vendosur që mos hyjmë në detaje të mënyrës se si zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri dhe mos t'japim leksione demokracie për Shqipërinë apo për Ballkanin, kjo është për të parë, sepse për herë të parë ne vërem që edhe përpara zgjedhjeve, edhe një ditë pas zgjedhjeve, dhe më tej nuk kemi pasur fare deklarat të ambasadës amerikane. Nëse ne kujtojmë më përpara, kishim Arvizun që provishte mongët në 2011-ën, kishim ambasadoren amerikane që shkonte poshtë e lartë dhe gjithë insinuatën që Koshis duhet marri pjesë në zgjedhje, edhe zgjedhje duhet pastrohen listat e deputetëve nga të inkriminuarit në fetëtash. Në këtë rast, në zgjedhjet 2005-s, ne as përpara zgjedhjeve nuk kishim deklaratat ambasadës apo investim të ambasadës amerikane për zgjedhjet shqiptare. Kështu që duhet parë dhe në këtë kontekst sa interes dhe sa të investuar është administrata e re amerikane në raport me demokracinë shqiptare apo me Shqipërinë si pozicion strategjik në Ballkanin Perëndimor. Pra, duke, jo, shekon, pra, sipas të gjithë të katër ju përpoqit të thoshit diçka, po sta mas gjë. Jo, thatë, por duhet të ndalojmë të një moment që të katërt ishit brenda kësaj. S'ka konflikt. Jo, ku ka ndryshuar, ka një ndryshim të Shtetit Bashkuar të Amerikës me ardhjen e presidentit Trump. Për shembull, në momentet e fundit, ndoshta dije, ose par dije, nuk jam i saktë plotësisht, ai tha që ne mund ta futim në ombrellën atomike e mbrojtjes atomike kanadan, dhe ajo të mos paguajë asnjë lek në qoftë se bëhet shteti ynë i Gjergjit e Njetë. Nëse ata nuk bën shteti i Gjergjit e Njetë, duhet paguajnë 60 miliardë që të futen në këtë mbrojtje, duhet të paguajnë 60 miliardë dollar. Pra, pak a shumë, e thënë në mënyrë, nuk është metaforike, po është një gjë e vërtetë që thot ai. E thënë është një deklaratë e presidentit të Bashkuar, është një ofertë dhe që është refuzuar. Këto janë Shtetet e Bashkuara tani. Pra, në këto deklarata, edhe në deklaratën me 2 fraza tonën, ndoshta, në kontekstin e administratës së re Trump, a tregon kjo një mungesë interesimit shqipave, ose thëmë ndryshe se del për shembull Endri, sepse ai ka punën e Sazanit dhe Zvërnecit aty.
Del Lëcivitaja dhe thot në një aty sepse ka marrë 6 milion, mund marrë dhe 6 tjera. Këto janë, sepse me këtë punë meret kjo, meret hapur, jo si që bënte administratat e para këtë punë benin. Po nuk e bënin në mënyrë kaq të hapur. Njerëzit paguajnë me lobinje me gjitha smerreshin vesh kur ato, tani merren vesh më shumë dhe ata i kërkojnë direkt. Janë para tona thotë dhe na jepni. Pra, kemi, e thënë ndryshe, kemi një mungesë të ndryrjes tyre në proceset, a do kemi një mungesë në proceset zgjedhore për të mbritur më vonë të i tha Bushatin fillim, që ore ndoshta është dhe pa nevojshme. Se në fund ata nuk bëhen arbitra, po bëhen prokuror. Thonë, zgjedhjet ishin kështu dhe pikë. Siç kemi patur më parë. Pra, a mendoni ju se kemi një ndryshim? Patjetër. Është dojon. Po, një ndryshim të një administrate tjetër që ka ardhur. Patjetër, ka ndonjë një ndryshim i madh në Amerikë, me ardhmën e presidentit Trump. Dhe nuk merr përsipër Gjithë projekti politik i presidentit Trump është një projekt që tani është shpallur. Shpallur është një projekt që paka shumë shkon drejt reduktimit të pranisë Shtetet Bashkuara të Amerikës në skenën ndërkombëtare me sloganin Amerika e para. Do të thënë vetë slogani, gjithçka deri tani ata e kanë bërë, e kanë shpallur në funksion, edhe pezullimin e miliarda dollarëve në për projekte që ka SBA-ja në botë, ka bërë në këtë, si më thënë, sloganin Amerika e para. I duhen Amerikës, si duhen Amerikës. Po nuk i duhet Amerikës, s'ka pse tjetë. Nëse nuk i duhet politika e jashtme në Shqipëri, ose në Evropë, ose tjetër kundër Amerikës, ata janë vendosur që të shkojnë të ky vizioni trumpist, që është paka shumë vizioni i Amerike izolacioniste. Por politika amerikane për gjatë gjithë historisë vetë ylli është lëkundër midis tendencave izolacioniste dhe tendencave të Amerikës si lider botror. Dhe në fakt Amerika e madhe është bërë në hapje, jo në mbyllje. Dhe ne po shikojmë që... Si në hapje, është hapur Amerika dhe? Amerika e madhe... është bërë në hapje, po. Hapje, jo në mbyllje. Por Trumpi ka mendimin e vetë. Të gjitha nismat e tij deri tanishme kanë ndeshur pengesat mëdha, qoftë nga struktura e shtetit amerikan, e gjykatave amerikane sidomos, qoftë edhe nga kundërpërgjigjet që ka marrë. Ju përmendet Kanadan. Kanadaja është përgjigjur, ka thënë kryeministri i ri kanadez, ka thënë që Kanadaja nuk është në shitje. Si do ta zem nuk e pranojnë ato. Sa ata s'kam se e pranojnë herë, se kush do i sulmoj Kanadan? Kanadan vetëm i sulmoj SBA-ja. Por me Meksikën gjithashtu, me Panaman, me Evropën, është në një konflikt, është në një bisedime janë, por një bisedime të ashpra, dhe më thënë, në lidhje me tarifat. Pra është një, atje po zjen një politike cila, që është e vërteta, nuk po e hapë rrugën, si që është pritur. Dhe duket sikur në Amerikë, politika e re tani, e presidentit Trump, dal nga dal, po bie në shtratin e vetë klasik, se shikon, nuk shef perspektiv tjetër kundë. Qoftë edhe në marrëdhëniet me Rusin, në lidhje me premtimin solem të ndalimit luftës. Për 24 Putini ka planin e vetë, nëse thotë, ti mbështet mua i thotë, që unë ta marr gjitha të pjesën që ka marrë në Ukrainë, t'i ve kushtet e Ukrainës, mirë se të vish si negociator, po tani për e fundit. Për të ardhur tek Shqipëria jonë, tek e vogla jonë. Shiko, në këto Këtu do të ndalojmë tani të përpiqemi ndalojmë ka pas se ne Trumpin nuk e ka pas shumë Amerikë. Trumpin ne kemi mirë ne. Dakor. Në këto zgjedhje kishte shumë Amerikë në Shqipëri, nuk kishte pak, sepse bile kemi një prani që s'ka ndodhur kurrë. Kurrë nuk ka ndodhur që emisar po i quaj ose përfaqësues ose amerikan që ata ishin si grup PR-i po u komportuan më shumë se grup PR-i, si përfaqësues të Trumpit. Më thënë, shefi i strategjisti i Trumpit. Trumpi, foli si Trumpi, uroi shefin e kabinetit Trumpit nga mitingu, ju dha mikrofoni, s'ka ndodhur kurrë ylli. Një herë është dhe mikrofoni i ambasadorit amerikan në 92-shin që kishte përgjigje për kontekstin e kohës dhe s'ka ndodhur më. Pra kishte shumë Amerikë, që është e vërteta, por ndo pastaj rezultati ishte ai që ishte. Akoma këtu tek ne, edhe gjithë klasa politike, partitë politike presin shumë nga Amerika. Nuk e dim ç'do ndodhë, se Amerika është në tërheqje tani, për momentin është në tërheqje, por mendimi im është ky ylli, që
politika amerikane në rajonin tonë dhe në Evropë do kthehet me pa tjetër në shtratin tradicional. Nuk ka rrugë tjetër. Nga kjo, ne do përfitojmë. Jo se Amerika duhet tjetë tutorja, ne do i bëjmë zgjedhjet vetë. Jo se Amerika duhet tjetë pajtorën se kuj. mos edhe nuk në kthehet presh dhe... Tani, të mbetemi te kjo pyetje. Do me thënë, ndoshta jemi tani drejt një procesi. Kjo klishe e thatë, përdorur me 2 fraza, këte e përdorun këta edhe në Maqedoni, mos gaboj. Asnjë ndryshim, këto 2 fraza ishin në zgjedhjet maqedonase, në zgjedhjet e fundit. Ka pas zgjedhje me këtë administratë. Jo, me tjetërën, këto përdorun dhe aty. Belize ishte fiksin e. Ku? Këto vëndet si Para ca ditë, Belize. Edhe në Maqedoni, me administratën që kaloi. Ja, mirë. Qëra, ishtin komplet të 2 fraza. Të nxjera nga dosjet që kanë ata edhe të lexuara. Por, tani, jemi të qartë për një gjë tani, se edhe në moshë jemi preç. Tani dhe duhet të mos, se gabimet që mund të bëjmë tani, në interpretime, ne kushtojnë se nuk kemi kohë të i rregullojmë të mendimin. Ti duhet mbash shënim. Të mbaj. Ti drejtuesi mision. Pavarësisht se mesazhi është neutral, edhe na bëj një bilanc mas sa kohësh. pavarësisht se mesazhi mentor lere atë është neutral, ai në një farë mënyrë një rezultatet e zgjedhjeve. Pa diskutim. A është një sinjal më shumë se SBA, pavarësisht administratës në pushtet tjetër që ka ardhur, mbështet fituesin dhe të fortin. Se që ka bërë të rjetën e vetë, shtetë bashkuar Amerikë. Mbi ka ardhur koha, ka mbështetur dhe diktatorë të rëndësishëm, të cilë pastaj i ka marrë me helikopter për t'i shtuar. Pa dyshim, po do të vësh për shumë ta vësh në peshore, Nuk është ky rasti, nuk është ky rasti. po do ta vësh në peshore, mund të interpretohet dhe si një lloj mbështetje. Sepse fraza urojmë popullin shqiptar, e thënë gjuhë thjeshtë, ti uron, ti shkosh në një shtëpi njeriu për urim, kur këtij njeriu i kanë vjedh një send nga shtëpia, pra nuk urohet një njeri i vjedh. Në tekst, kjo nuk e pranon vjedhjen që pretendon opozita. Kjo deklarat. Por më rëndësishme se kjo, është kjo se Preçi tha pak për parë, këto ishin zgjedhje me Amerikë, me shumë Amerikë, Laci Vita, këto. Këto ishin zgjedhjet e para pa Amerikë, dhe mund dhe shqyr që ishin zgjedhje. Unë jam nga ta që Shqipëria është më e mirë pa Amerikën. Jo Amerikën si alat në NATO edhe si partner. Në sens pa Amerikë. Ja, atë po them. Ne s'kemi ambasador këtu. Atë po them. Tu është e ngarkuara me punë qa prisni. Prisni s'duan të protagonizëm nga... Po pse mo ti mendon se ata na quajnë në një vend i rëndësishëm ne atje? Jo, po them protagonizëm. Jo. Tani se po të fillojmë të mendojmë si Fatmir Mediu të gjithë. Jo, ata kanë fotografi dhe i sjell këtu. Jo, më ka një falë, ka një politikë për Shqipërinë dhe ne na mjafton aq sa ka, nuk duhet më shumë. Ka pas ambasador ma shumë protagonist, po ne tani jemi pa ambasador. Në këtë sens, them unë. Në kishte Amerikës, s'mund ta mosh. Në këtë sens. Po jo, se për mua, unë jam të ata që besojnë që Laci Vita është një personazh privat, ka marrë lekët për çdo deklaratë ka bërë dhe unë nuk e shoh si Amerikë zyrtare Laci Vita. Zyrtarisht Amerika nuk ka qenë prezente. Nuk kanë qenë këta kaubojësit që merrnin për dorë lulbashën me dramën, uluni bëni marrëveshje, pastroni listat që tha Andi, etj. Sa i mirë ishte ai, është shumë i mirë. Kjo Amerikë kaubojëse ka mbaruar dhe ky është një lajm. Po pra, dhe pas një muaji e prishte marrëveshje. Pra, Trumpiste ka qenë ajo. Se këta që nxjerrin buldozeri. E Trumpit ka qenë ajo. Këta që nxjerrin që erdhi përfaqësuesi. Këta që nxjerrin e një Amerike të një linje tjetër, që nuk është kjo e sotme. Dhe në këtë kuptime, thash, ta që nxjerrin titull shportazhi kanë qefto, unë them që Shqipëria është më e mirë pa Amerikën, pra pak të lloj Amerike. Tani, çfarë të keqe ka kjo në këndvështrimin tim? Në këndvështrimin tim ka këtë të keqe. Unë jam nga ta që mendoj që regjimi autokratik shqiptar është një regjimi vendosur këto 12 vjetë me mbështetje dhe përkraje amerikane. Çfarë na tregon historia e Amerikës? Historia e Amerikës na tregon deri tani një shtet të madh, një superfuqi, një hiperfuqi e quajnë disa, që korrigjon vetveten. Pra, mbështet Pinochetin, por dhe i heq spinën në fund Pinochetit.
mbështet Saddam Husseinin, po e çon dhe litar Saddam Hussein. Kjo Amerikë, e cila na la peshqesh diktaturën e Edi Ramës, në qoftë se do ishte ajo tradicionalja do korrigjonte vetvete. Kjo Amerikë që tërhiqet. Mbështet Izraelin për të vrarë popullin palestines. Kjo Amerikë që tërhiqet, pra Amerika trampiste që jo se është tërheqja Shqipëria, mund të rriqet dhe nga rajoni, qofse pe fjalimin atij zëvend sekretarit Amerikan shtetit në Dayton, që tha ne nuk do jemi më korrigjuesit tuaj të përjetshëm. Po. Pra, është një Amerikë që po të rriqet. Dhe çfarë ndodh Shqipërisë me këtë Amerikë që të rriqej? Amerika e parë, ajo e demokratëve, na instaloi regjimin autokratik dhe tërheqja e kësaj Amerike vetë korrigjuese na lë peshqesh dhuratën që na bën demokratët. Konfuzioni është më mirë të jenë të mos jenë. Unë jam që mos jenë si ata të parët. Unë jam që mos jenë si ata të parët. Do me thënë, pa ndërkombëtarët këtu mos jenë edhe si ata të kohës Rajersonit. Pra unë jam dhe kundër asaj që bëri 92-shin Rajersoni. Duhet jetë, sepse bota ka shpikur konventa, si që është konventa e Vjenës, që i përcakton rolin diplomatëve. Kur këta kalojnë këtë rol, shkaktojnë gjëma në vëndet që kanë qenë. Mund të bëhesh kollaj Afganistan, mund të bëhesh kollaj Kili. Me këtë Amerikën kaubojse. Kështu që më mirë të mos jetë. Fatkeqësia jonë që një Amerikë na bëri peshqesh autokratin, Amerika vetë korrigjuese nuk funksionoi për ta rregulluar anomalinë e Amerikës paraardhëse. Për ta mbështetur si sot Bushati, ja ta them unë deklaratën, thelbin e deklaratës zëvend sekretarit të shtetit, Kristofer Landau, në Asamblenë Parlamentare tani. Shtetet e Bashkuara mund të jenë një partner i gatshëm me kapital të konsiderueshëm politik. Mund të punojmë shumë, por do të punojmë vetëm me ata që janë të përkushtuar ndaj një realizmi praktik për vendet e tyre. Ne i refuzojmë të dy ekstremet e papranueshme të dëshirës për një transformim të jashtëzakonshëm. Nga njëra anë, ose të rishikimit të ankesave të lashta nga ana tjetër. Politika e pafundme dhe zgjeruar pa kufizim dhe për ulësi historike, bëhet një armik i strategjisë dhe i shndrimit kushtetues, thot Bushati. Pra kjo lloj politike, që ka qenë deri tani, bëhet thotë një armik pa kufizim dhe për ulësi historike, bëhet një armik i strategjisë dhe i shtetëndërtimit kushtetues. Ky nuk është qëllimi ynë, funksioni ynë apo misioni ynë. Pra, Nga bashkimi të tre deklaratave, po, del ky konkluzion dhe unë them që ky konkluzion është, unë që kam jetuar në këtë vend, bashkë me ju, që ambasadorja flet dhe për ankesat e lashta të opozitës. Ankesat e lashta, po ambasadori që iku, si kishte Juri Kimi të shi. Juri Kimi, nuk do t'jetë me. Tani që të dalë aty dhe preshtë në për të gjitha mbledhjet, dhe ku do ku vete në ku hynë e dalin në hyrë në parlament, hyrë aty, dhe tani një guvernator i shpallur, por që nuk ma përgjithësi, fare. Për sa do të kërkesat e lashta vetëm për ta për para kërkesave të lashta kishte një gjë tjetër. Po jo, për ankesat e lashta ne kemi lexuar zhvekun për ata ushtarët që ju ankuan shtabit përgjithshëm për ato abuzimet që kishte ai koloneli i tyre, dhe shtabi i përgjithshëm dërgoi një komision për të verifikuar ankesat. Në fund, pasi shqyrtoi ankesat, hëngri e piu me kolonelin dhe nuk mbajti asnjë qendrim për ankesat e ushtarëve. Dhe në si përgjigje, ky koloneli i thiri këta ushtarët dhe tha, do parakaloni përpara meje, tha, me fjalët, ne kishim shpresë se komisioni do na bënte një gjë, por komisioni na bëri një, se vetë Bushati thotë fjalët, po e them dhe unë, na bëri një mut. Pra, Letën më të thuaj meset të një... Po jo, me që ai si ka thënë këtë sot për e them unë, do më thënë, jemi prapë limitet e të pranueshme. Studio duhet bërë pak pisë skarësi se nga kush. Vetëm se në gjitha zgjedhjet e mëparshme... Kujdes me këta të amës ti. Në gjitha zgjedhjet e mëparshme, pra, për te deklaratës që është mbajtur nga ambasadori prezent këtu, apo nga ambasada e deklaruar,
gjithmonë ka pasur jehon edhe nga Departamenti i Shtetit, pra qoftë një zëdhënës, qoftë një ndihmës sekretar, o ka bërë një deklaratë, o ka bërë një Twitter më vete, një mesazh tjetër më vete, në mbështetje të asaj që ka thënë pak më parë ambasada. Këtë rast, ne kemi vetëm 2 rrjeshta tekst të hedhur në faqen e ambasadës, asgjë më shumë. Kjo është shpërndar nga ambasada, Po, pra mirë, si shpërndan shumë tekstet të tjera ambasada, shpërndan dhe deklaratat të sekretarit. Tani, shpërndan. pyetja është shumë e thjeshtë tani. Se ne më lexojmë të gjëra dhe çdo që themi ne nuk ka shumë rëndësi, e kupton. Rëndësi ka tani, ka rëndësi për opinionin publik. Çfarë ne i themi atij. Por në fakt tani politika vetë, 2 partitë mëdha, si duhet ta lexojë opozita këtë deklaratë? Se deri tani kemi parë që thashun atë kanë futur dhe inteligjencën artificiale, po dori doktori dhe tha përfundimisht kjo deklaratë e bën Edi Ramën çabaça. Me Amerikën zguxon, bësh Tani, dhe e futur në mendime të thella dhe më thënë, duke sikur është një përpjekje për të nxjerrë dhe jam nga pleshi. Ç'është kjo gjë tani? Presh se me Unë thash edhe pak dhe në fillim, domethënë, këtu çështja për te detajeve që janë diskutuar gjithë këto kohë, deklaratave, qëndrimeve është ajo që priti nga Amerika është Amerika do i njohë këto zgjedhje, do i njohë këto zgjedhje. Kjo është pyetja e pyetjeve. Tjerat janë pastaj derivatet të saj. Kjo një lloj njohje është. Edhe prandaj them që tha edhe Bushati pak më parë, mënyra si është formuluar kjo deklaratë i njeh zgjedhjet në Shqipëri. Pra e mbyll debatin. Pastaj tu opozita është në procesin e grumbullimit provave, nëse grumbullohen prova shumë domethënëse që merren shqyrtim nga institucionet e ankimimit apo nga faktorë ndërkombëtar, nuk është për të çuditë që Amerika ndryshon, por në këtë fazë, domethënë, të zgjedhjeve në Shqipëri, kjo e njeh zgjedhjet. Dhe e di si është kjo neutraliteti. Opozita tani që duhet të bëj presh sipas teje se që një kuptuam. Se ai dori dhe tha që kjo deklaratë e varrosa. Është dhe kamat me, shiko, do thotë neutraliteti, kur një neutraliteti shkon gjithmonë në favor të fitimtarit është si në shah, ose si në sportet. Domethënë që status quo-ja po. Sfidanti ose do të fitojë ose nuk fiton. Ai që është fitues edhe neutralitetin e ka në favor. Nga si koment është ky. Kurse deklarata thotë qartë që i njeh zgjedhjet. Opozita është në atë procesin e mbledhjes prova, unë i inkurajoj mbledhjen e provave. E thash dhe radhën e kaluar. Ajo ka për detyrë të mbledh provat, ka për detyrë të ankimoj provat. Mos është edhe Amerika po pret mbledhjen e provave? Jo, nuk po pret. Jo, nuk po pret atë. Vetëm deklarata, por do thoya deklarata është dhënë në momentin që në KQZ ka përfunduar tabulimi i 12 shaqeve. E kemi thënë atë, po njerëzit nuk na vjen shumë veshin, se kur u bë debati pse s'po flet Amerika që ka ndryshuar, jo Amerika e mëparshme, priste që dilte KQZ-ja me deklaratë zyrtare që mbarun. Bile mos u çudit ti kur të konstituohet parlamenti i ri dhe qeveria e re i vjen dhe Edi Ramës me emër urimi. Kjo është për tu parë pastaj. Po them, i vjen kryeministrit sepse nuk bë vaki. Por në këtë moment, qeveria e Edi Ramës është qeveria zgjedhjeve të kaluara, domethënë pak a shumë është në vazhdim. Kurse Shëndrimi i ambasadës, do ta bëjë një qeveri amerikane. Për momentin s'ka bërë, por ne që ta presim në këtë, po opozita, dhe meqense ti përgjigjem pyetjes që më bëre direkt, për mendimin tim, domethënë, ka emergjente për opozitën është që të analizoj paralel me mbledhjen e provave, të analizoj pozicionin e vet, fushatën e vet, listën e vet, qasjen e vet, qëndrimet e veta, defektet e veta, mangësitë e veta. Ose s'bën këtë, edhe sikur ti dënoj zgjedhjet SBA-ja, opozita nuk përgatitet për një të ardhmë të re. Duhet t'i shohin në 2 planet, faktorët e jashtëm, faktorët e brendshëm. Kurse këmbgulja e vazhdueshme e opozitës për të fokusuar vetëm tek faktorët e jashtëm, po quhen në këtë rast. Tek komisioni. Po, tek pala kundërshtare është një mënyrë për të bllokuar debatin e brendshëm. Dhe kjo për mua është fatale për fatin e opozitës. Gjithnjë kam qenë partizan që këto duhen vënë në një balancë, bile a ka mundësi më shumë të thellohesh tek defektet që ka brenda vetë opozita. Shko për hir të vërtetës. Do me thënë pret që ti thua, në një shtëpi,
ku janë burë e grua, kanë ardhur përdhunusit, kanë përdhunuar bashkëshorten, ata duhet të shkojnë të terapisti për martes, që si ta regulojnë martesën. Në qoftë se, opozita dhe mund të... Letërsinë e bën më mirë preqi vetë, sa përkthe preqi të... Shumë të madhe opozitës në qoftë se të dëgjojnë, kur vazhdon dhe i bie kësaj melodie prej vitesh. Një sekundë. Opozita nga që nuk reformohet është në të gjendje. Tashi, unë po them që mi vu të dytë... Unë po them që tjetër. Do me thëmë, prandaj mora atë... Këto gjëra që së themun. Jo pra. Së themun këtë gjë që... Do me thëmë... Të hyj hajduti, qiftit shkojnë... Sepse ka përdunu... Ti letërsinë e bën mirë, apo jo për? Sepse ka prioritete... Letërsinë e bën mirë, them, letërsinë. Ska po se nuk qëndron fare... Edhe letërsinë politike bën mirë, e? Por letërsisë të preqit nuk i bëjnë nder kritik të dobët. Shu që aje mbron vetë letërsinë e vetë. Por, problemi është, ka prioritet, unë që opozita, PD-ja, PD-ja, mund të gënjej fare dhe s'ka si provë, mund mos jenë vjedhë, zgjedhjet kanë qenë parajsë në Shqipëri. Por në qoftë se mendon vërtet se zgjedhjet janë vjedhur, janë manipuluar, s'kanë që në kushtet barabarta, atëherë është ky prioriteti që duhet diskutuar. Themun, në raport me shoqërinë, ma ata si regulojnë vetë vetën, unë s'kam në dyshim se ata do regulojnë. Po dëja do ngelet ajo që është. Por problemi është shoqëri si bën më mirë, duke vën gishtin mbi traumën e shoqërisë, jo mbi problemet e vetat brëndshme. Ja vjen institucionet atë. Ikëm nga Amerika se u kthyem ke... Do thoya që për ta kontekstualizuar me rajonin, do thënë, që kjo politika amerikane është e tërhequr dhe ka vetëm prioritetet qarta si ato që duken të kjo deklarata e fundit, që janë stabiliteti, vazhdimësia, zhvillimi ekonomik, kjo duket qartë, por po ashtu duket qartë që në atë përplasjen që shihet apo perceptohet afër presidentit Trump, ka faktorë të rëndësishëm, të cilët mund të jenë problematik për këtë qeveri, do të jemi realist. Për shembull, Laci Vita, me gjithë që Rama tentoi që ta relativizonte, ta minimizonte, është dikush i afërt me shefin e kabinetit, që mendohet nga njerëzit më të fuqishëm presidentit Trump, ndoshta më e fuqishme. Apo jo. Dhe ajo është një njeri e cila me gjas, sipas atyre të mirë informuarve, e ka anulluar takimin e Vučićit me Trumpin në Mar-a-Lago. Do të thonë, megjithëse Serbia është i shtet që lobon fuqishëm, ndoshta me 20 milion po them pagesa e lishme nëpërmjet këtyre organizatave të biznesit edhe të tregtisë, pra në emër të nxitjes bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar, jepen ligjërisht 20 milion dollar në vit. Dhe ajo ka ndërhyrë për të mos t'ia dhënë këtë bonus Vučićit që pastaj u pa të shkonte në Moskë. Pra, është një marrëdhënie delikate, por nga shenjat që duken, nga bashkimi i gjithë shenjave që duken, unë mendoj që ata janë në favor të stabilitetit. Janë favor të mos riciklimit të ankesave të lashta. Ankesat e lashta nuk i shërbejnë. Janë atë që ne ja ofrojmë kapitalin ton, por mos na lodhni me drejtime ekstreme. Pra, ky është... Dhe pastaj në fund mbështetin fituesin dhe të fortin. Mbështetin fituesin dhe të fortë. Kjo mendoj që kjo do të qartë. Dhe mbajmë parasysh diçka tjetër. Amerika nuk ka në Ballkan. Fituesin dhe të fortin e duan shumë. Nuk ka në Ballkan, dhe këtë do ta themi, ambasador në Malzi, ambasador në Kosovë, ambasador në Shqipëri, ambasadorja në Maqedoni është me i këmbë për tikur, ambasadorja në Serbi nuk ka ardhur ende, kështu që është një situatë në cilën s'ka drejtues për Ballkanin në Departament të Shtetit. Pra kjo është situata e përgjithshme e politikës amerikane për Ballkanin dhe për Shqipërinë. Po, Andi, do thush një gjë se do më thënë vetëm një fjali për këtë. Po thuaj këtë fjali? Mos harrojmë një gjë, yllish se protagonizmin amerikan e kanë prodhuar problematikat e vendeve, kryesisht. Nëse vendet nuk kanë problematika për negocime, për ndërmjetësim, nuk ka e të bëhet që sharake protagonizmi. Pra thelbësisht, protagonizmin e SBA-ve në Shqipëri dhe në Kosovë e kanë prodhuar problematikat e brendshme. Tash le të imagjinojmë sikur këto problematikat ngelin, që Shtetet Bashkuara vinin te këto problematika, futen aty dhe pastaj kur ikin, lënë presidentin që kanë zgjedhur ata në Afganistan
mbledh të gjitha parat që ka vjedhur, që gati i bie avioni, aeroplani nga pesha e parave të vjedhura, që ratiset dhe bënë lesheli vendi, kur ikën ai, Bideni, nga Bideni ikën, le ta lëm Trumpit, ikën ata, dha urdhër për të ikur, një minutë. E tha pra Trumpi para pak ditë, nuk do të çojmë demokraci me ushtrinë në përvende të tjera. Dhe merre bën atë vend copa, e lë ashtu pastaj vjedh parat ai që ka qenë president në hijen tënde, dhe e bën copa. Imagjino pa ta. Unë mendoj që këtë boshllëk që mund të krijojë Amerika me këto që edhe në një deklaratë ku nuk përmendet fjala demokracia asnjëherë, është shqetësuese. Mendoj se këtë boshllëk do mbush Bashkimi Evropian, se këto vendet tona nuk janë akoma... Po, dhe ka një kontekst që ti do të vesh aty, Bashkimi Evropian dhe kjo është normale. Nuk janë gati që të... Po nuk i rau gruaja dhe këtare. Pa ndërmjetësim. Po nuk i rau gruaja dhe këta dhe në fund të gjithë. Nuk kemi ne një elit politike kaq të kulturuar, kaq të iluminuar, sa ta njohim njëri tjetrin si kundërshtar, të respektojmë njëri tjetrin si kundërshtar, të gjejmë arsye tek njëri tjetri dhe si kundërshtar, të dim gjejnë momentin kur duhet merremi vesh, kur ndahemi, jemi shumë larg këtij standardi. Një Shqipëri pa ndërkombëtar, unë se përfitoj dot, jo se unë kam në një kult të ndërkombëtarëve, por është realiteti politik. Po nuk e kanë bërë deri tani në Shqipëri. Urdhëro? 35 nuk e kanë bërë këta ndërkombëtar. Ai sa është bërë, këta kanë bërë. Jo, të lutem tani, se tani të themi në një gjithë vërtet, se është turp. Shiko sa e thjeshtë, shiko. Pas 35 vjetësh, këtu ka qenë një sistem i demokracisë liberale, karikaturë, ku njerëzit më të pasur janë politikanët shqiptarë, nivellet e para absolutë, do me thënë kapitalistë të mëdhenj, nivellet e dyta kapitalistë, edhe ata milionerë, dhe qa ke tani tjetër këtu, edhe 20 oligarkë. Pra 35 vjetë. Kush e ka bërë këte? Ngritën me forcë të madhe. Qa përgjegjësi e ka mbajtur Shtetet e Bashkuara? Jo, një minutë. Qa përgjegjësi e ka mbajtur Shtetet e Bashkuara këtu? Edhe Bashkimi Evropian po deshet ta dish. Jam dakord me këtë. Gjithnjë them që ato kanë përgjegjësi, por pa ata do ishte edhe më keq, se këtë po them. Çfarë ndryshimi? Po ata më keq flinje mendje më pret. Dgjoj. Që e dinim që këta do na vjedhin, këta janë këtu. Jo, ata vinë ata tani dhe ne justifikojnë dhe të mos predikojmë dhe çfarë ndryshimi ka Shqipëria amerikane me autokracinë e Ramës nga Azerbajxhani rus me, si e ka ai se ndoli nga mendja, presidenti i përjetshëm i Azerbajxhanit. Pra, dhe Rusia në Azerbajxhan dhe Amerika në Shqipëri kanë provuar të njëjtin model autokratik. Vetëm njëri me atlete, tjetri me mustaqe. Nuk është. Kjo është dhurata që na ka bërë ne Nuk është andi kështu. Aleati i madh amerikan. Nuk është kështu. Nuk po themi jo, shpesh ata kanë luajtur një rol. Po padyshim. Putini nuk kishte për të bërë më keq në Shqipëri se ajo që ka bërë Bideni. Nuk i bënte dot Shqipërisë më keq Putini se sa të mbështeste një diktatoruc që të vinte në këmbë gjithë vendin. Ka mbështet spaku Bideni në diktatorë. Bideni ka mbështet demokracinë, ka kriju aleancën për demokracinë në Evropë, ka pasi kryefjalë të gjithë operandit vetë politikën e jashtme demokracinë dhe luftën kundër korrupsionit, forcimit ligjit, e ka trajtu korrupsionin si një fenomen që cënon dhe të sigurinë kombëtare Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë mbështetur fuqishëm një instrument këtu që ka për detyrë që të qojnë gjyq, të qojnë burg, dhe i ka qu se i ke pranun disa dhe ti, dhe vazhdojnë të... Që të bëjë? Imagino pa ata, se unë nuk e shtroj, unë nuk shof shumë para... Por bushat ata nuk janë 100% fajtorë. Janë zero fajtorë, prit. Sepse ne kemi shkuar të ata, me kulmin e servisit do të marrë pikë politike. Faj në qofë se Shqipëria shkeq, nuk na kanë huaj të kemi ne. Unë po them, këta të huaj, nuk meren dot si referencë për të na dhënë mësime morale, sepse her pas here, si në rastin e pushtetit aktual, a ka qenë Amerika e mirë për Shqipërinë, kur u angazhua të rrëzoj Berishën në 97-ën? Pa dyshim ka qenë anë e dur të historisë, pra na kanë bërë dhe mirë. Por, në fund... Nuk e shef problemin në...
Sali Nuk e Berisha. shef në arsyën Dhe të gjithë themelore. këta, po thot Bushati, Si mund, problemi se po e i kanë dëgjoj. dëzuar edhe unë, them dhe unë më të rash. Shqipëria nuk mund, nuk mund vjet Shqipëria në Shqipëri votohet me probleme, po si në Rusi s'votohet fare, ai në Azerbajxhan. A ka mundësi të themi? Po kush më s'ka? Por a ka mund të o zotëri, a ka mundësi të bëjmë pyetje që duhet jetë ndjeshme për ty? Po. Por e Ja, Bushati, ja, shiko. që po shkojmë dhe ne. Pas vitit 1992, Një vota ke qenë o zotëri, njëshin. a ka mundësi më? Edhe nuk e ke bërë Po analizë. dëgjoj për atë gjë. Edhe Putinin 2001-shin aq vota ka Nëse ti qenë. do kishe demokraci të Vjen duke vërtetë, thelluar. nga viti 1992 ti je dëshmitar, zotëri, Po. se si ti je marrë, je flakur, gramos pashku a një të gjë, filluan grupet, mos më ndërpri. Jesë në pres Se një fare, pas për njëshme... kundrazi. Vetëm më mësush fort. Minut pra. Grupet një pas njëshme armiqësore. Po. Që po ti ishte Enver Hoxha, a i vriste, dhe ne do t'i mbanim mend tani në çdo një muaj një grup që u vra. Grupet që nxirrte Saliu. Shumë bukur. Ndërkohë këtë Sali e priste presidenti Clinton, vinte presidenti Bush këtu, e me radhë, e donin të gjithë, deri thoshte edhe ambasadori, ai është një pas të vrarëve aty thosh një burg shteti, pra Ore, a është dhe kjo Amerikë dhe kjo Evropë? Atë shtoj dhe këtë, ke fjalimi jo të gjatë, Saliut pas 21 janarit ka ardhur Hillary Clinton dhe i ka thënë donit kuptonit që është demokracia, bujrum hajdeni në Shqipëri. Saliut pas 21 janarit. Kjo është Amerika, që i dhimë se demokracia. Po mos ke shtua se ne kemi parë për Ta kështë ma bëne mu pyetje. Po, jemi jo i ke parë themi këto. Unë kam qenë vetë, unë kam qenë dhe protagonisti këtyre zhvillimeve, kam qenë edhe i Ti ke qenë dhe që ke ngrenë mu? Jo mos kam ngrënë gjë, se kam bos Ka për jetën time. 28 majna. E ka bërë, dhe gjë të themi gjë. Gjithë kjo inventar që bërë Ylli, shpjegon varfrimin e opozitës, në qëse ti sakrifikon një 4 breza të elitës intelektuale shqiptare dhe pretendon me fitu zgjedhjet kundër Edi Ramës, kjo dhe me thënë as utopisë është. Kjo është dhe me thënë absurditet. Dhe prandaj analizë, unë gjithnjë e fokusoj analizën të përgjithësit që ka dhe opozita për post që bën qeveria, sepse ajo e sfidon qeverin. Për ti i heq gjithë, dekat pas dekatën, bujisi intelektualën e i partidën, edhe shkon dhe përfundon me një grup dhe me aty besnik është tu, si do fitosh? Po dhe si kur tjetë, kush do që tjetë? Si fitohet? Si fitohet? Kurse, tërkombëtarët punojnë me qeverit, ne duhet dim të bëjmë, i herë për të lexuar Amerikën, unë lexoj raportet e Departamentit Shtetit, ku thellohet gjithçka thuhet e vërteta, më thënë e zezë mbi të bardhë. Diplomacia, si do vi Hillary Clinton të një dhe s'ka simpati për Berisha. Tani, kjo vazhdon po, preq, kjo Po gjithë janë ministri vazhdon në... mos konfondojmë politikën e thellë vërtet me kortezin që ekziston në gjithmonë në mërdhet. Edhe me interesin Të strategjik. dalim në një pyetje Dhe interes që strategjik. është konkluduese për këtë pjesë të emisionit dhe unë them ta mbyllim, sepse po duam vazhdojmë të natën. Dakor? Por ne jemi një popull pa antikorpe. Demokratia e vërtet. Edhe ne që flasim. Pak eksperiencë demokratike. Ne jemi një popull qesharak, ne, unë, ti, preç dhe të gjithë popull, që mos të sa themi dhe për vete se mos në shajnë pëse, të si e dilim dhe poseshim me kinezët, pas ju prishëm me rusët e të gjithë, dhe Rusia ishte gjëja, Bashkim Sovjetik ishte gjëja me lartë, për ne, pastaj kjo, pastaj kjo. Dhe ne s'kemi as i filtr, ne jemi një popull... Kinezët nuk është se i donin, nuk në qitën. Pavarësisht më burë, po... Rusët edhe... Tani, problemi është, ka një pyetje të fundit që duhet të bëjmë dhe të hapur. A është më mirë për ne një administratë, Evropa për shembull është më e kulturuar në këtë pikpamje. Nuk i fut hundët, edhe pse ne duhet të shkojmë në Evropë dhe ajo duhet i fut hundët patjetër, që ne të shkojmë atje. Meloni e futi shumë bile. Më lene tani Meloni futi pingat e shira, si sot i njerëzit tua, që ndihmoj ky për këtë punë. Po tha fjalët e projë. Për një administratë që nuk i fut shumë mundët në punë të brendshme, apo një administratë si ajo e pashmja, ta kthejmë për rreth fundit unë, ku ambasadorja kërkonte të impononte kush duhet bërë deputet, si duhet silej deputeti, duhet votonin në parlament, duhet bëni këtë, ngritte njerëzit i kërcënonte për të votuar në parlament, për filan ligj, për filan gjë të gjithë. Kishim ne preç e kam thënë një herë këtu, herët, në kohët e hershme, erdhi një sekretar i parë në rrethin tonë, që ishte rreth i vogël në Kolonjë, nga Gjokasa, isha i Elmas Putua, erdhi,
Edhe ndë një kohë dhe vinte dhe hynte kudo. Ku atje ku ujite i toka e të gjithë natën, ditën e kudo, dëgjohet. Edhe pyesin gjyshen time, djes pastë. E kam thënë njerë këtë. I thoshin, si është ky sekretari parë. I mirë, thash, s'le Alepat rëzuar. Pra, e kam fjallën, kam fjallën preqje. Dakor, se... Tani, Të kolegët e mi do... do shta sa gjera duhen bërë dhe vetë, më burë. Duhet, pa tjetër. Ka që është kjo është pyetja. Kërkojnë ndjes që filloj dhe unë përgjigjen e kësaj pyetje me qenë se do rrinë këta unë do iki. Jo, re, do të përgjigjen të gjithë pastaj. Me lejo të bëj një kundërshtim, dhe më thënë kështë... Kundërshtoj, dakor. Diskutim, që aliancat me Kinën e me i ka zgjedh qeverit, i ka zgjedh qeverit komunizm, nuk i ka zgjedh populli shqiptar. Që më dhe kjo qeveri komuniste kanë qenë këto tani? Në kohën e re. Në kohën tani, po. Pse ti nuk i di qeveri komuniste këto të Saliut e të Ramës e të gjithë? Po jo më presh se nuk është demokraci këto tani. Këto qeveri komuniste... Po le ti iki ma ke bodo presh që mos gënjejnë vetën tani. Unë atëherë do gënjej për komunizmin. Do të gënjesh... Po komunizmi ishte më keq nga të gjithë, mo sigurisht. Ishte, po këta nuk kanë një ndryshim të madh. Ne u themi i fëmijëve tonë që komunizmi ka qenë ky që i eja, folë që... Komunizmi është... S'kemi pse e themi ne, se kemi folë me mira herë, nuk bëhet ky krahasim. Jo, nuk bëjnë krahasim, jo. Unë them që aliancat, edhe një, po vit me të ajo që the, aliancat me Kinën, me Rusinë e tjerë, kanë qenë aliancat qeverive, nuk kanë qenë, pse nuk shkojnë shqiptarët sot në emigracion në Rusi, ose në lindje? Pse shkojnë në Amerikë? Sepse nga natyra, po jo më s'ka, shumë pak njerëz ka, në tregtarë që shkojnë, për tregti. Nga natyra, kjo është një popull i orientuar nga perëndimi. Po ma nuk refuzojnë të shkojnë në Dubai. Po shkojnë ma ato që shkojnë disa kriminalë. Për të fshirë, po them populli. Nëse mos... Edhe rusët emigrojnë pyetja shumë e thjeshtë. Zotëri, lere metafora, figura që përdora unë që... Tani po të them një gjë shumë thjeshtë. Mos është më mirë preç që edhe për një shoqëri që të rjetën një shoqëri, nuk duhet të dominohet që vjen i huaj dhe të mban ty. Të bën ty. Ma mirë kjo që thu ti, përgjigje me njëherë, po të jemi të pregaditur... Ose le tjetë më, Shqipëria të ketë guvernator, dhe guvernatorin mbaj përgjësi. Po të jemi të pregaditur... Guvernatorin mban përgjësi presh. Dakor, por kjo kërkon një iluminim më të madhë. Unë shpresoj që... Ti thua nga automanizmi që kemi ne, po këtu do ndryshojnë shumë gjera presh. Po i le kështu si... Ty ke televizioni mirësishëm kombëtar të jep 300 filma ditën në Turq. Tëftoj të përfiturosh Shqipërinë e 97... Tani ne flasim këtu Osmani kështë të zakavararë për shumë. Tëftoj të përfiturosh Shqipërinë e 97-ës, 2013-ës, 2011-ës, pa prani ndërkombëtare. Urdhro përfituroj e ti, tani pa ta. Zotëri, ti qenke me këtë që të jenë ata këtu dhe... Më kejtë se autokratësi nuk bëjt do të... Unë jam për këtë që... Më kejtë se autokratësi nuk bëjt do të... Prania ndërkombëtare e vendeve përndimore e ndihmon Shqipërinë, integrimi i Shqipërisë në BE e ndihmon shumë Shqipërinë, pa diskutim që e ndihmon, mendoj se në këto kushtet e një tërheqje relative SBA-s fiton pesh më shumë integrimin BE dhe, si më dhëmë, fiton më shumë vlerë. Se s'kemi shumë kopë. Po e lam vetën pa kur gjë, pa kërkend, ti më sprit tut dhe më thënë, është gjungël. Mirë, më falim. Dhe i tani s'pa kur gjë. Do rritet peshe e fuqive renale, Mirë, tani Amerika thotë unë zvime për këto punë. Qa do t'i besh? Do është ta marsh me zërë? Nuk vi, thotë. Jo, nuk do ndodhë kur. A do t'a shënosh të që po themi bashkë tani? E shënova, po kam shënuar disa djera, unë këtë më dalë mua. Ajo deklarat, paka shumë këtë në kupton. Ajo deklarat e thatë dhe shkurtër këtë, në thënë Shqipëria është një pjesë e Evropës, le të merret Evropa e Shqipërinë, ne nuk do bëjmë atë që kemi bërë deri më sot. Amerika do të rriqet, po jënë për masë të bashkë me Shqipëria. Atje ka interese. Po pra, nuk ka asnjë sekond investim në deklarat. Dhe s'ka pasur deri ditën që u bë deklarata që nga 20 janari, deri ditën e deklaratës, asnjë deklarat e cila... Kur liroj projektin për Spakun, a e rimorën atë të njëjtin frazeologji të përshdet... Një nga njerëzit më të ditur për punët e Shqipërisë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës para shumë vjetësh, ka qenë sekretari Colin Powell. Dhe e di pse? Se duke udhëtuar një udhëtim shumë të gjatë me Ilir Metën në avion, ai shpjegoi të gjitha problemet e Kosovës dhe të gjitha për 2 orë ca në aeroplan, dhe ai u bë shumë i informuar.
Edhe erdi këtu dhe thanë, ua, që disi, ditë ka Colin Pauli, dhe si po kërkon këtë, po tani lutem shumë, se të një fshat presh. Kur kanë bërë marrëveshjen e Rambujes, kanë qenë më të informuar se ne, e se Kosova. Dhe më thënë, Departamenti i Shtetit e njifte kaq thellë atë histori, sa që të krijuan marrëveshjen e Rambujes që prodhoi pavarësinë e Kosovës. Okej. Se ka shumë ngjarje. Kushat ti si e mendon tani, duhet të... është më mirë të ndodhë kështu apo? Të ndodhë si. E do pa praninë, e do me izolim. Jo. Jo më jo si evropianët më. Po jo të vinjë ambasador dhe të betë guvernator. Këtë po të themu, nuk po të themu... Dakord, me ty, me... Mos jetë guvernator. Me guvernator jam kundër dhonë. Tani guvernator dhe të bëhen, se do me thënë ne nuk kemi një vënd... A do bëhet guvernator, do kishte... Do realizoj Ramën s'pagu. Jo, do kishte sens në një vënd që është demokratik. Dhe në një vënd demokratik thonë, çdo ky pa vota që vendos për politika. Po ne nuk kemi më vënd demokratik. Kështu që si një njeri që rinë pushtet me votime, si një ambasador guvernator, kjo nuk ka asnjë vlerë, pra arbitrare do ishte në dy rastet. Një kuriozitet e kjo pjesë. Nga 92 deri më sot, në çdo palë zgjedhje të përgjithshme që është bën Shqipëri, ka pasur një ambasador në detyrë. SBA. Në këto zgjedhje nuk ka ambasador të Amerikës. As në 96-ën, në zgjedhjet e majit 96, nuk kanë pas ambasador amerikan në detyrë. Janë dy zgjedhjet e vetme pa ambasador prezent në detyrë. Ka qenë Mariza Lino? Jo, ka qenë ardhur mbrapa. Ka ardhur mbrapa zgjedhjeve të 96-s. Unë kam qenë. Për luftën. Ka qenë Josef Ek që ka dhënë dorëheqjen në Mars dhe në zgjedhjet e majit, pra 2 muajt e fushatës. Mariza Lino i shkonte në zyrë ka pasur ambasador. Sali Berishës dhe i thoshte leri demonstruesit të demonstrojnë në mënyrë të lirë në sheshin. Po jo i thosh ai se ata kanë qelluar dhe kanë thyer xhama dhe përshkatërojnë objektet. Jo leri të bëjnë kështu këtë gjë. Pik. Tani se unë kam qenë këtu. E që të më thënë, ishte mirë ajo që i thoshtë ato gjëra. Po të them jo më jo. Po këta që e morën dhe ngritën Saliun në pjedestal, e morën... Po ata e quan Saliun aty. Për të rënuar Saliun që po shkonte drejt diktatur, ka qenë mirë për Shqipërinë. Pra 96, 97, unë mendoj që Amerika i ka shërbyer. Po ata i dha një dorë Saliut për të... Po si që na ka bërë një të mirë... Ishte, u bë. Na bëri dhe na la xhenazë nder këto 12 vitet e fundit. Pra, sa Amerika të bëj mirë dhe mund të gabojë. Të themi që të nderuar të shikues, ne u përpoqim të thoshim në një gjë lidhur me Amerikën dhe me raport me vendin tonë, se tani Amerika vendi i madh, gjithë ajo i bën punët vete, di si i bën. Por dhe Amerika tani, domethënë, ka marrë vendime të tjera për vete. Ajo administrat i shkoi, iku me shumë vota preçë të gjitha, dhe ka sjell një njeri që mendon që mund t'i bëjmë më mirë të gjitha ne të presim. Vetëm një gjë nuk tham. Dhe që, falë, dhe që në 6 muaj, minimumi 6 muaj, që është hera e parë, ose mund ta ketë bërë pak dhe Saliu në 96-97, që Shqipëria drejtohet nga njeri që nga fjalori vetë politike ka heqë Amerika. Po të shofësh Edi Ramën flet vetëm BE, Evropa BE. Mariza Lino më shkruan në profesor Pascal Milo, ka ardhur pas zgjedhjeve në vitin 1900. Pas ambasador. Dhe ka ardhur me një gjë të caktuar, domethënë me një ide të caktuar. Me koburën brez. Me koburën për të krijuar, për të bërë. Bile 2 ishin aty, njeri e kishte akoma më radikale, Mariza i kishte me sa di unë, dhe i në rënjen e nësa i tjetri, ishtë po aty, e kishte më thellë. Po nese, a ndimon prezenca me pakët e një fuqie, superfuqie demokratike në një vend si ne, kjo është një dilemë, që mbetet të presim dhe të diskutojmë. Së është dilemë, është për ty, po ne na duen aleatët. Evropianët e mund më shumë. Jo, edhe Amerikanët kur janë të pranishëm, në qoftë se ata zgjedhin dhe mbajnë në pushtet njerëz të cilët janë autokratë, unë nuk më pëlqen jo Shtetet Bashkuara të Amerikës, po as ai lart po ta bëj këtë punë. Instrumenti që do ta lëviz këtë, domethënë, situatë ngrirë në Shqipëri është drejtësia, dhe drejtësinë në Shtetet Amerika hiqë Amerikën e mbyllin ata. Drejtësia thotë pret që të nderuar të shikues, prisni e shpresoni, thotë Aleksandër Dyma të vepra e vetë,
në fund fare, thotë, prisni e shpesoni. Gjithmonë. Ka qenë dhe një emision në Amerikë që kështu mbylli. Po. Tani ne në pjesën e dytë, pasi folim për këtë problem, në pjesën e dytë zoti Preç do të largohet, ne do të mbetemi këtu, dhe do të jetë Bledi Klosi, sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, i si do të komunikojmë ne edhe për këtë peshë kaq të madhe që ju ka rënë lart, domethënë për këtë kanë fituar thellë të gjitha dhe si do ta administrojnë, çfarë do bëhet qysh tek ta pyesim. Po edhe për Amerikën do ta pyesim. Edhe për Evropën, edhe se këta më shumë e kanë me Evropën tani siç e tha Bushati, që do të shkohet në Evropë. Dhe ne tani fare shkurt publicitet deri kthehemi. Preç, faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe kalofshim mirë.